Zoti Blushi. Faleminderit. Unë dua të jem më i drejt për drejt me atë çfarë do parashtroj më poshtë. Është fakt dhe është e vërtet që ne jemi mbledhur në këtë komision për reformën zgjedhore thjesht dhe vetëm për fajin tuaj dhe për shkakun tuaj. Dhe ky fakt është certifikuar tani më edhe me raportin zyrtar të OSBE-Odirit se përket zgjedhjeve të 11 majit. Është po ashtu e vërtet që ka një paritet në këtë tryezë në aspektin formal, pra thjesht dhe vetëm tek vota, por në aspektin moral ky paritet nuk ekziston dhe nuk duhet të ekzistojë. Për më tepër kur dëgjojmë konstatime apo sugjerime se si duhet të zhvillohen zgjedhjet në vendin tonë kur jeni ju autorët e shkatrimit të standardit të zgjedhjeve. Sepse shkrirjen e partisë me shtetin nuk besoj se mund të gjeni në këtë rast në një kontribut apo në një rol të opozitës. Përdorimin e administratës shtetërore në zgjedhje nuk besoj se mund të gjeni kontribut të opozitës. Përdorimin e parave të pista të krimit dhe të korrupsionit në zgjedhje nuk besoj se do të gjeni rol apo kontribut të opozitës, ndaj ju lutem na kurseni vullnetin apo sugjerimet se si duhet të jetë një proces zgjedhor i lirë dhe i ndershëm kur jeni ju autorët që keni shkatruar standardet e zgjedhjeve, duke filluar nga çunat problematik, te tërmeti në kutitë e votimit e të tjera me radhë. Ndaj, në këto kushte, unë besoj se një udhërrëfyje shumë i qartë për atë se çfarë meriton Shqipëria është raporti i fundit i OSBE-Odirit, problematikat cilat janë adresuar qartë dhe cilat duhet të jenë kryefjala e punës së këtij komisioni, dhe për të kërkuar shembuj se si organizohen zgjedhje të lira dhe të ndershme, unë ju ftoj të mos shihni më shumë larg se sa Prishtina. Pra, se sa shembulli që Kosova dha edhe në zgjedhjet e fundit për mënyrën e shkëlqyer të organizimit të zgjedhjeve dhe të garantimit të votës së lirë. Ndaj në këto kushte, unë në fakt shpresoja që të dëgjoja nga përfaqësuesit e kësaj majorancë shprehjen e vullneti që Edi Rama nuk do të jetë më kryeministër dhe që keni vullnetin për të pranuar kërkesën e opozitës për qeverinë teknike edhe për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Nuk po e shoh dhe nuk e dëgjova këtë vullnet të shprehur nga ana juaj, por përkundrazi dëgjova se si na jepni leksione se si duhet të zhvillohen zgjedhjet. Dhe këto leksione jepen pikërisht nga ata të cilët sot janë të kallëzuar në SPAK dhe kanë dosje në SPAK. Megjithatë, nuk është detyra jonë të përcaktojmë se kush janë përfaqësuesit e kësaj shumice në këtë tavolinë, por ju lutem na kurseni moralin dhe sugjerimet se si duhet të bëhen zgjedhjet, sepse jeni ju atë cilët ata duhet të i dim vështirësitë, i dim problematikat, i dim sfidat. I ka thënë dhe OSBE-Odiri në raport, janë shkruar aty e zezën të bardhë, sigurisht është ngrit dhe ky komision i reformës zgjedhore që nuk i mungon Shqipërisë asnjëherë, sa mbaron një parë zgjedhje, dihet që kemi komision të reformës zgjedhore, nuk është asnjë çudi. I falenderojmë dhe OSBE-Odirin dhe OSBE-n për gatishmërinë, edhe Komisionin e Venecias që sa herë jemi drejtuar na ka asistuar në këtë proces. Madje do thosha që këtij komisioni tani në nivel ekspertize nuk e di ç'mendojnë bashkëkryetarët, po do ishte mirë të kemi edhe ekspert nga OKB-ja ose Bordi i Paqes. Se kupton? Por unë kthehem prapë aty Fuenisa. Ja ku i kemi ekspertët, më të mirë se këta s'kemi ku i gjejmë. Shumë faleminderit për ata që do t'i bashkohen të na japin asistencë dhe ndihmë. Thjesht ato gjëra që i themi për ditë në media, por dhe ato gjëra që i themi gjatë ditëve të votimit apo të numërimit, thjesht përkthehen kohë zgjedhor, zgjidhen edhe e ka kjo tryezë dorë këtë gjë. Thjesht da adresojmë atë në kohë zgjedhor, da adresojmë ato shqetësime dhe ato probleme që ne i bashkëndajmë sa herë vin zgjedhje në Shqipëri dhe që jo më larg se vitin tjetër do t'i bashkëndajmë prapë me njëri tjetrin.
Unë nuk e kuptoj tani çfarë niveli ekspertize do të kthesh numërimin në qendrat e votimit në 5044 qendra që ka Shqipëria, se çfarë ekspertize duhet tu, nuk e di, megjithatë Bova ka dhe ekspertizë për këtë gjë. Teknologjia ka shkuar në pikën ku s'mban më teknologjia. Tani veç nuk dia ka ndaj gjë private më në jetën e një njeriu, pra në jetën shoqërore, dhe tani nuk pas kemi mundësi që atje në qendër votimi, ku votojnë maksimumi, se fatmirësisht në kohë zgjedhore kemi thënë nuk do të kemi qendër votimi më shumë se 700 zgjedhës. Janë 700 në lista, 700 dhe 1000, votojnë 400, 500, dhe unë nuk e kuptoj tani se çfarë filozofie duhet për të numëruar 1000, thot eksperti. Tani, në 1000 që janë në listë, besoj votojnë në qendrën më të mirë 60%. Se kuptoj tani çfarë filozofie duhet. Marroj votimin në orën 7, mbyll kutin, marr proces verbalin, hape aty, ndrit dillit edhe vëzhguesit e partive politike, me kamrat po aty. Kodi zgjedhor ky që kemi e jep mundësinë që sa herë ka pretendime rikthehet prap numërimi po aty në qendër votimi, edhe dalë rezultati për 2 orë. Duhet ekspertizë, thoni ju, po ta marrim. Edhe për këtë duhet ekspertizë, ta marrim, pse jo? Dhe do na thonë ata, do veni 2 kamra, njërën do e veni këtu, tjetrën këtu, dhe 360 gradë do shifët kjo, dhe do shkruhet aty në nivel ekspertize. Unë mendoj që tesim shpejt, nuk ka, këto ndryshime na duhen për zgjedhjet që kemi në radhë. Ja ku janë ekspertët, të gjithë me eksperjenca zgjedhore. Kam përshtypjen që OSBE-u diri këta du t'i marrë për të dhënë ekspertizë me ndaj vend tjetër që ka probleme me zgjedhjet, jo këtu në Shqipëri. Se ka shumë shtete që kanë probleme me zgjedhjet, po t'i marrësh te i pari, te i fundit, janë që të gjithë me dhënë mend për tjerët, jo këtu. Kaq sa ekspertiza kanë bërë këta, unë të paktën jam në vitin e 13 në parlament, 13 komisionet reformës zgjedhore i kam kalu, e vetmja gjë që s'kam ndryshu është Damiani me Oertin. Me i fjalë 13 komisione zgjedhore. I vetmi është Oerti, se Damiani ka ndryshuar. Nuk e di si ndahen këto të dy, por gjithë në tjertë, se di Fatmiri është, ti Fatmir ke qonë. Kështu që se e bëra për humor, pak për ta shtensionuar situatën, se mu duk shumë formale kjo gjë, jam lidhemi për njëjtën gjë, ne në këtë tryezë kemi mundësinë ta zgjidhim. Në fundit, kjo është çështja e jona. Ja ku jemi, ta zgjidhim. Genti u bashku me mua në fakt që duhet ngrit niveli ekspertizës, po prap tha fol me këto të dy. Shumë faleminderit. Tash fol me Damianin.